Përshëndetje, mirë se erdhët në Task Force, nderuar teleshikues. Sot ka qenë një ditë e trisht për gjithë sistemin e drejtësisë, natyrisht ka goditur opinionin publik në shtëpinë ku garantohet rendi, ligji dhe kushtetuta. Brenda sallës së gjyqit është qelluar për vdekje dhe ka humbur jetën një prej gjyqtarëve të apelit, i cili humbi jetën duke u transportuar nga salla e gjyqit ku po jepte vendimin në drejtim të spitalit të traumës. Të plagosur kanë mbetur 2 persona të birë, të cilët rezultojnë se ishin pjesë e palës së paditur, ndërkohë që autori i krimit, i dyshuar, natyrisht, ka qenë ai që priste një vendim i cili daton si çështje që në 1992 e largët. Kuptohet kemi trajtuar sa herë në këtë studio, por edhe në programe të tjera të Syri Televizion, çështjen e reformës në drejtësi, se sa do të arrinte ajo të përshpejtonte një situatë që kishte krijuar stoqe të ndryshme çështjesh, por mbi të gjitha ato të pronësisë, përgjigjja sot ka qenë vetgjyqësira. Dita ka qenë e mbarë sot në fakt me shumë zhvillime. Pritshmëri të lartë ka edhe Tirana, e cila bëhet gati për garën e 9 nëntorit. Partia Demokratike sot ka mbështetur një kandidaturë, atë të Florian Binajt, njëkohësisht aktor, por edhe qytetar i angazhuar në një seri kauzash civile. Do të flasim për këtë tema sot. Fillimisht dua të prezantoj të ftuarit, po e nis me zotin Ilir Ali Mehmeti, është kënaqësi. Zoti Ali Mehmeti që kam në studio, në fakt do duhet ta nisnim dhe sot analiza do duhet i dedikoj garës së pritshme të 9 nëntorit, por precedenca e ngjarjeve të cilat po vënë në dyshim edhe fuqinë e rendit ligjor në Shqipëri ka ndryshuar krejt prioritetet. Patjetër, një vend i pasigurt nuk mund të ofrojë siguri në asnjë lloj qelizë, asku. Aq më tepër kur mendon pasaj dhe garat zgjedhore. Sami Neza, kolegu im, mirë se erdhi dashur Sami. Julian Hoxha, autori Plug, Jul, mirë se erdhe në Task Force, dhe Elkir Bushkolla, i cili është përgjigjur në fakt thirrjes me emergjencë në program, sepse tjetër temë kishim vendosur, po u desh të ndryshonim krejt historinë. Ndjekim pak për çfarë ngjarje bëhet fjalë, për gjithë ata që nuk kanë mundur ta ndjekin më herën transmetimet tona direkte. Një ngjarje tronditëse është regjistruar në Tiranë, ku gjyqtari Astrid Kalaja është ekzekutuar me armëzjarri në ambientet e gjykatës së apelit, teksa nga të shtënat kanë mbetur të plagosur dhe 2 persona të tjerë që ishin në gjyq. Syri Televizion mëson se krimi i tronditës është regjistruar në sallën e gjyqit, ku shtetasi Elvis Shkambi, palë në një gjyq për çështje pronësie, ka qelluar me armëzjarri drejt gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili ka humbur jetën në vend, ndërsa plumbat kanë lënë të plagosur dhe shtetasit Ragib dhe Ervis Kurtaj, babe bir, që ishin palë në gjyq. Autori i krimit është arrestuar në vend, teksa forcat e policisë kanë zbarkuar me urgjencë në vendngjarje pas telefonatës në polici për vrasje në ambientet e gjykatës. Në dëshminë e tij paraprake, 30 vjeçari Elvis Shkambi është shprehur se ka qelluar pasi po humbisnin në një proces gjyqësor. Do të kemi Fation Gjinajn në lidhje të drejt për drejt nga Spitali Traumës. Fation, mirë se erdhën Task Force. Përshëndetje, Sonila. Po, jemi në këtë lidhje. Natyrisht ne pam pamjet e ngjarjes, çfarë mund të rifreskosh nga informacionet më të fundit që kemi në lidhje me të, por edhe me gjendjen e të plagosurve në atë spital? Pas krahave të mi ndodhet autoambulanca e Institutit të Mjekësisë Ligjore, e cila ka ardhur për të marrë trupin e pajet të gjyqtarit Astrid Kalaja, sapo është futur në autoambulancën e IML-s, ndërkohë që do të shoqërohet në institut për t'u bërë ekspertiza për të fundimtare që të përcaktoj shkaqet e vdekjes. Ndërkohë që sa i takon të plagosurve, fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën, kanë lëndime nga arma e zjarrit në trup, por që ndodhen aktualisht në spital, në kujdesin intensiv të mjekëve dhe e kanë kaluar situatën e rrezikimit të jetës. Natyrisht janë në vëzhgim intensiv dhe për të parë çdo lloj eventualiteti apo situate që mund të shfaqet me situatën e tyre shëndetësore. Njëri ka plagë të lehta në krah, ndërkohë tjetri disi më të rënda, por jashtë rrezikut për jetën. Ata janë babe bir dhe janë pjesë e procesit të sotëm gjyqësor në orën 14 në gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, kundërshtuese të autorit dhe gjaqajt të tij që akuzohen për vrasjen e gjyqtarit dhe plagosjen e 2 të tjerëve. Përkatësisht ata, njëri prej tyre të paktën është arrestuar si autori i kësaj ngjarje. 30 vjeçari ka pretenduar në polici paraprakisht se vendimi i gjykatësit Kalaja ishte në disfavor të tij dhe se ka pranuar fajsin. Ka thonë se unë jam autori i kësaj ngjarje dhe e bëra
për shkak të vendimit që u dha kundër meje. Momenti kur ka ndodhur ngjarja ka qenë momenti kur gjyqtari Astrid Kalaja ka dhënë vendimin në lidhje me një çështje gjyqësore që kishte nisur në Shkodër, zhvendosur në gjykatën e apelit në Tiranë dhe kaluar në fakt një kalvar procedura shetimore dhe gjyqësore, ndërkohë që ditën e sotme në orën 14 ishin thirrur palët për të ndjekur edhe vendimarrjen e gjyqtarit Kalaja, kur Elvis Shkëmbi nuk e priti vendimin ashtu sikurse do duhej të pritet një vendim gjyqësor dhe në apel merr formë të prerë dhe është i zbatueshëm, detyrimisht i zbatueshëm, por 30 vjeçari Shkëmbi shkreu armën e zjarrit duke i marrë jetën gjyqtarit, më pas e ktheu armën në drejtim të dy personave të tjerë që mbetën të plagosur, përkatësisht Rakip Kurtaj dhe Ervis Kurtaj, babë e birë, përkatësisht 65 dhe 45 vjeç, që ishin palë kundërshtuese në fakt në proces. Një informacion që ka të bëj me minutat e fundit, ka dyshime që arma e zjarrit e përdorur nga autori i krimit të jetë një bareta, ai e kalon armën në duart të një efektivi të sigurisë në oborrin e gjykatës dhe një patrullë policie ndodhej shumë pranë dyrëve të gjykatës në momentin kur ka ndodhur ngjarja, është dorëzuar dhe nuk ka bërë rezistencë, është shoqëruar në ambientet e policisë. Ne kemi marrë të dhëna nga një sër vendimesh gjyqësore që kanë të bëjnë me këtë çështje dhe pothuajse të gjitha vendimet i kishin rrëzuar kërkesat e familjes që u përfshin në ngjarjen e rëndë kriminale ditën e sotme dhe kishin vendosur në disfavor të tyre. Patjetër të falenderoj për informacionet që përcollen, ne ndërkohë ndoqëm pamjet e drejtë për drejta tashmë do të rriqet edhe trupi i gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja